KFOR-i Sloven ndihmon në merremetimin e shkollës në Karraq. KFOR-i Sloven të premten ka dërguar material ndërtimor për izolimin e mureve të objektit të shkollës fillore në fshatin Karraq të Vushtrrisë. Oficeri i ekipeve të LMT-s, Dushan Gombaq, tha se shumë shpejt pritet të bëhet izolimi i mureve në mënyrë që tu krijohen nxënësve kushte sa më të mira. Gjatë një vizite që kemi bërë në këtë shkollë, kemi parë të nevojshme që bashkë me komunën të ndihmojmë në izolimin e mureve të kësaj shkolle, ka thënë ai. Slovenska skupina LMT obiskala šolo v Karračah, potem ko smo videli kakšno je stanje v tej šoli, smo se odločili da na nek način pomagamo od šoli. Skupaj z gospodom Fatmirem Feko, predstavnikom vasi Karrače. Ekipa e Slovenije, gjatë një vizite të cilët e ke bërë këtu në Karraq, bashkëpunim me zotëri Fatmir Feke, në bashkëpunim me komunën, do më kemi marrë një aksion të cilin për renovimin e kësaj shkolle. Në bashkëpunim kemi pas bashkëpunim edhe një kuptim nga ana e komunës së Vushtrrisë, mënyrë që të jetë sa më mirë, të krijohen kushtet sa më të mira për këta nxënës të cilët mësojnë në këtë shkollë. Ndërkaq Fatmir Feka, kryetari i Këshillit të fshatit, ka falendëruar KFOR-in për përkrahjen që po a jap në rregullimin e shkollës. Në objektin montazh të kësaj shkolle ka 2 klashe. Mësimet i ndjekun vetëm 22 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e 4. Ndërkaq të rriturit mësimet i ndjekun në shkollën Am Anton Zako Çajupi në qytet. Pikë KFOR-it desha të falenderoj përfaqësuesit e KFOR-it Sloven, se kemi pas disa kontakte më herët dhe kanë shprehur gatishmërinë që në këtë shkollë, që nuk janë edhe kushte të çuditshme, të ndihmojnë këta nxënës me një projekt që të renovohet kjo shkollë sa do pak krijohen kushte më të mira për këta nxënës. Edhe një herë desha të falenderoj edhe KFOR-in Sloven, po ashtu edhe drejtorinë e arsimit në Vushtrri. Po ashtu pjesëtarët e LMT së KFOR-it Sloven të premten i kanë dhuruar edhe një kompjuter zyrës së ndikosit në Vushtrri, si dhe disa pajisje shkollore për fëmijë me aftësi të kufizuara. Naša ekipa zelo dobro sodeluje tudi z gospodom Isakom v organizaciji Hendikos. Tam se zelo trudijo, vidimo da delajo zelo dobro delo. Thot pas një bashkëpunimi të shkëlqyeshëm që ne kemi me zotëri Isakun nga shoqata Hendikos këtu në Vushtrrisë, ne po kemi vendosur që atyre të sigurojmë një kompjuter që do të thotë të punojnë ta kenë më lehtë të punojnë në terren. Në të kohë ai kryen një punë të shkëlqyeshme edhe pas raportet mira që kemi pas me to ne kemi vendosur që kësaj organizate t'ju dhurojmë këtë kompjuter për me t'ia lësuar punën e tij me qytetarët e Vushtrrisë dhe rrethin e saj. Smo lahko pomagali tudi tej organizaciji, ki opravlja zelo pomembno delo za to občino in za vse občane in otroke.